Tani të lutem ma ndish logjikën ku do të dalë. E kam fjalën këtu. Do të duhet ju bashkoheshin njerëzit pa i thirrur. Si fillim është bërë një brainwash. Brainwash edhe brain drain që quhet. Pra, është bërë një rrjedhje trurit. Të gjithë ata që janë shkolluar, janë edukuar, nuk e kanë gjetur veten në këtë vend. Unë i kam me fakte, sepse i kam pasur student të shkëlqyer më ekselentet kanë ikur, nuk janë këtu. Dhe nuk mund të më thojë mua njëri nuk kanë ikur, se unë i prek çdo ditë. Kanë ikur, të gjithë njerëzit e shkolluar, të gjithë. Jo të gjithë, se shoqëror zotit s'kanë ikur, gjithë, por një pjesë shumë e madhe. Sepse nuk e ndjejnë jetesën të sigurt. Ikin për siguri jete. Këtu në këtë shtet nuk ka siguri. Kush ka mbetur këtu? Shumica janë patronazhista, administrat, pensionista. Tani, të gjithë kundër PD-s, shumë e madhe. Tani, që të dalim të koncepti. Që dalim të koncepti. Brainwashi, ku konsiston? Pra, çfarë ka mbetur në Shqipëri? E gjithë qytetarët shqiptar aktual janë brainwash. Nuk ta mbarojnë këtë se nuk të ndërprejva. Nuk të ndërprejva, po dëgjoj deri në fund. Jo, brainwash ku konsiston, sepse brain drain, jemi dakord, okej, ka njerëz janë larguar me zgjedhjen e tyre. Nuk të duket brainwash? Pra, qytetarët shqiptarë aktualisht janë brainwashed, sipas jush. Një pjesë. Edhe votuesit e Partisë Demokratike. Mos ma keq interpretoj atë që thash, okej, se nuk të ndërprejva. Nuk e di pse po bën këtë, po bën me dashje apo për të më shpërqendruar. Diskutim. Atëherë, nëse ju e keni kaq lehtë shpërqendroheni, bie keni mësuar përmendsh ato që do thonë. Jo, unë e kuptoj atë. Ne po flasim në thelb dhe futemi në diskurs thelbi, jo diskurs bosh. Pra, nëse vim tu për të diskutuar, tani ju lutem, të nderuara zonja, ju lutem. Në momentin që diskutohet Luan, thuhet që në Shqipëri njerëzit janë brainwash. Atëherë pjesa më e madhe janë larguar dhe kemi brain drain. Për një dimension etik. Duhet ke disa statistika ku mbështetet kjo. Lutem, për një dimension etik në komunikimin me shikuesit, brainwash do të thotë shpëlarje e trurit. Sigurisht. Pra këtë synon. Është terminologji goxha e rëndë për të referuar qytetarëve shqiptar. Po, dua që me komunikuesit, me shikuesit e mi të jem sa më shqip në komunikim. Po flitet pra që si pas asaj që tha zonja Mehmeti, ka një strategji të caktuar për shplarjen e trurit të njerëzve, që truri tyre t'jetë bosh, t'jetë i mpirë, të mos kuptoj dhe të mos orientohet tek prioritetet që ka shoqëria shqiptare. Tek ajo që themi, që thojnë që vërtet, ato që thotë zoti Muharremi, që vërtet që kjo qeveri ka gabimet e veta, po ajo që do vi është i njëjti sistem, pra i kanë bërë njerëzit të besojnë që sistemi ose rotacioni i ri politik, Senata, ku është ajo që do vi? Ajo që do vi ku është? Të ndjek ato linjen e që tham tek protesta. Protesta po ndjek dy dimensione dhe ne kemi dy sfida shumë të mëdha. Njëra është ndarja e administratës të ekspertëve, profesionistëve, nga pushteti dhe nga qeveria, se këtu fillon i gjithë thelbi i gjës, njerëzit që takoj çdo ditë më thonë, Senada, unë nuk dalë do ndërpër